Pavarësia ekonomike amerikane nisi me një firmë. Presidenti Donald Trump zyrtarizoi vendosjen e tarifave të paktën 10% për mbar botën, duke filluar zyrtarisht atë që po konsiderohet një luftë tregtare. Në podium mori me vete edhe një listë me vendet më të prekura, duke rënditur në krye Kinën dhe më pas Bashkimin Evropian. Miqtë e mi amerikan, kjo është dita e çlirimit. Kemi pritur për një kohë të gjatë. 2 prilli 2025 do të mbahet mend përgjithmonë si dita kur industria amerikane u rilind, dita kur fati i Amerikës u rikuperua dhe dita që filluam ta bëjmë Amerikën të pasur përsëri. Për dekada vendi ynë është plaçkitur, përdhunuar dhe grabitur nga kombet e afërta dhe të largëta. Si punëtorët e qelikut, punëtorët e automobilave, fermerë dhe mjeshtrit e aftë, ata kanë vojtur me të vërtet në ankth, teksa liderët e huaj na kanë vjedhur punët. Mashtruesit e huaj kanë plaçkitur atë që dikur ka qenë ëndra e bukur amerikane. Ndaj Kinës tarifa është 34%, Bashkimi Evropian preket me 20%, Britania me 10%, Korea e Jugut me 25% dhe Japonia me 24%, ndërsa ka vende të tjera si Kambodja, Madagaskari apo Myanmari që goditen me rreth 50% tarifë tregtare. Me këtë lëvizje Trump synon që t'i detyrojë shtetet e prekura që të negociojnë marrëveshje të reja ekonomike. Ne do të vendosim një dysheme prej 10%. E shikoni këtë listë? Kjo vazhdon edhe me shtetet të tjera, me tarifa që do të ndihmojnë të rindërtojmë ekonominë tonë dhe në parandalimin e vjedhjes. Unë e konsideroj si një masdhësi reciproke, pasi nuk është plotësisht e tillë. Ne u kemi vendosur vetëm gjysmën e asaj që na merret ne. Nëse ata ankohen dhe duan tarifat të jetë zero, atëherë hajde dhe ndërto produktin tënd në këtë Amerikë, pasi nuk do të ketë tarifë. Thirrja ime është kjo: ulni barierat dhe mos manipuloni monedhën tuaj. Ndërkohë Trump pati vendosur më herët tarifa në masën 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit. Gjithashtu caktoi edhe taksën 25% për importimin e automjeteve jo amerikane, por edhe për pjesët e makinave.